Po, për këto reagime e kemi thënë edhe gjatë ditës së djeshme dhe definitivisht se janë të pritura për faktin se çështjen e integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin e drejtësisë, BE-ja e lidh me aspektin e integrimeve evropiane, ndërkaq që BE-ja e lidh me aspektin e dialogut strategjik. Dhe definitivisht këto reagime edhe kanë qenë të pritshme. Vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të aprovuar dorëheqjen, ndonse ato u tërheqën para aprovimit të tyre, definitivisht se paraqet një veprim të ngutshëm. Nuk mund të themi se është një veprim i kundërligjshëm, mirë po që është definitivisht një vendim i ngutshëm dhe një vendim i cili të paktën nuk është koordinuar në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës se si do të vendoset në rastin konkret. Dhe përpasoj do thotë ka ardhur edhe situata e dekretit në fjalë për lirim nga detyra. Për këtë arsye po ritheksoj se ky vendim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të aprovuar dorëheqjen, ndonse kishte lënë pezull për një kohë të gjatë dhe t'i aprovoj ato pasi të njëjtat revokohen, definitivisht është një veprim i ngutshëm. Tash, ideja është se çështja e përfshirjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin kosovar të drejtësisë është ajo çfarë quajmë integrim në sistemin e drejtësisë dhe që aspekti i përfaqësimit në institucionet e sistemit të drejtësisë është aspekt kushtetues, që do të thotë sipas kushtetutës duhet të ketë përfaqësim institucional në të gjitha institucionet përfshirë edhe sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që brenda sistemit të drejtësisë dhe në kuptim të çështjes në drejtësi, në kuptim të besueshmërisë në sistemin e drejtësisë të jenë të përfaqësuara të gjitha komunitetet. Po ripërsëritje duke pas parasysh faktin se BE-ja e lidh këtë aspekt me aspektin e integrimeve evropiane dhe SHBA-t me dialogun strategjik, definitivisht se mund të ketë konsekuenca të tilla. Do të presim ndoshta se cilat janë pasojat për cilat ende nuk i dim. Ne i pam do thotë këto dy reagime, mirë po nuk e dim nëse gjithçka do të përfundoj në nivel të këtyre dy reagimeve apo do të ketë edhe diçka tjetër. Për këtë arsye po ritheksoj se mënyra se si është menaxhuar ky proces, do thotë një veprim i tillë i ngutshëm nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës, definitivisht se nuk ka qenë një veprim i mirë menduar, i mirë planifikuar dhe i mirë bashkërenduar të paktën me Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Tash në rastin konkret, të njëjtit do thotë nuk janë të përfaqësuar në sistemin e drejtësisë. Në momentin e nxjerrjes së dekretit në fjalë, të njëjtit e kanë humbur prokurorët në fjalë, kanë humbur mandatin e prokurorit dhe për këtë arsye do thotë që aspekti i rikthimit të tyre në institucionet e sistemit të drejtësisë kërkon një proces tjetër. Do thotë është i komplikuar dhe bukur i gjatë vetë procesi i rekrutimit të prokurorëve dhe më pastaj të njëjtit duhet të marrin mandatin fillestar, më pastaj duhet që është 3 vite dhe më pastaj të marrin mandatin e përhershëm. Pra për të plotësuar do thotë pozitat vakante përmes një procesi të rregullt konkurrues ka një kohë të konsiderueshme kohore që merr kjo çështje në mënyrë që të njëjtit do thotë të jenë të përfaqësuar në sistemin e drejtësisë.